Në prokurorinë e Dibrës ka shpërthyer një konflikti i pazakont ku një prokuror ka nisur procedim penal ndaj vetë drejtuesit të institucionit. Sipas raportimeve mediatike, prokurori Urim Kalia ka regjistruar një çështje penale ndaj shefit të tij, Abaz Muça, pas një veprimi të palishëm të këtij të fundit, që ka cënuar drejt për drejt provat e një çështjeje në gjykim. Sipas hetimit të nisur nga prokurori Kalia, drejtuesi i prokurorisë ka urdhëruar në mënyrë verbale policinë për të kthyer një automjet që ishte sekuestruar si provë materiale në një dosje penale ndaj një shtetasi me precedent të rënd penal. Ky person, i dënuar më herët për përndjekje, kundërshtim të forcave të rendit dhe vepra në fushën e narkotikëve, ishte subjekti një gjykimi të hapur për cilin mjeti i sekuestruar kishte rëndësi të drejt për drejt provash. Veprimi është kryer në kundërshtim të plot me ligjin, pasi prokurori i çështjes kishte dhënë urdhër të prerë për të mos u prekur prova materiale deri në përfundim të procesit gjyqësor. Megjithatë, automjeti u rikthye nga policia tek i pandeuri me urdhër verbal nga vetë prokurori Muça. Pasi mori dieni për këtë ndërhyrje, prokurori Kalia nisi hetimin duke sekuestruar kamerat e sigurisë dhe dokumentacionin për hyrje daljet e mjetit në ambientet e komisariatit të policisë Dibër. Në momentin që policia u informua për nisjen e hetimeve, automjeti u rikthye në komisariat për të fshehur gjurmët e palishmërisë, por dëshmitë e oficerëve të policisë i përforcuan akuzat pasi deklaruan në proces verbal se ishin urdhëruar nga drejtuesi i prokurorisë për kthimin e mjetit.